A je taku ndonjëherë me Albinin si veteran, se shumë prej vetëvendosjes edhe një 2-3 komandantë atë luftës kanë thonë se është veteran një çykës. A është veteran Albini? Unë kam thonë në televizion, nëse s'gaboj në Doga Gjen, masi kam marrë për buri. Jo, si më taku me Albinin. Me Albinin më taku në 2019. Për atë parë takime me fundi ka qenë 2019 me Albinin, ka qenë Recep Selimi edhe Hasan Potera, mos gabosha. Kanë qenë një takim, kemë bosi takim ashtu. Para se me i fitu zgjedhjet. Para se me i fitu zgjedhjet, kemë bosi takim edhe me Albinin më taku kur. Aja ka qenë hera parë dhe fundi me Albinin. Jo, Albini figuron si veteran. Dhe më thonë është në listë, ka certifikat veteranit. Albini, unë kisha pas dëshirë gjitha media ku i bëj ftesë, me pyet Albin Kurti në cilën brigadë konë, cilën kompani, cilën tokë, cilën skuadër, në cilën zonë operative ke vepru. Edhe kisha pas dëshirë me vetë Albinin, a di mi dallo armet. Pe revolës deri në 12.700 çka do të thotë. Albin Kurti ka punu me zyre në Bacit Adem, me respekt më të madh me Bacin Adem që e përmena se tash është ndjerë, është largu pesë zyre, ka shtetitë për Prishtinë, edhe ka marrë në Borg. Albini është peng lufte, s'është i burgosën politik, sigurisht një gabim shumë i madh i disa njerëzve që e qynë Albin Kurtin në burgosën politik. Unë te veterani kisha thonë edhe me Albini më drejtësia, me tregu, a ka pasur uniformë vesh, ku është vesh, Albini ka qenë në Likops, është e vërtet, në Likops ka qenë njerë, me një delegacion, si përkthyes. Albini ka qenë në Berish njëherë si përkthyes, është shumë e vërtet, po pjesë e luftës së ushtrisë në Rusë, Albin Kurti s'ka qenë. Flasin një 2-3 komandantë, kam dëgjuar se po flasin, po është mirë me treguat pse. E kush ja kanë nënshkruar, se ato pa janë nënshkruar dikush, mi bo pjesë, dikush për ishe prurve të çykës, praktikisht ashtu shku procedura. Me thonë, unë nuk e di kush kanë nënshkruar, unë s'kam qenë pjesë e komisionit jetën time, s'kam qenë pjesë e komisionit e verifikimit të veteranëve, s'kam qenë. Nuk e di kush kanë nënshkruar, thonë me sinqeritetin më të madh. Albini është mirë vetë më deklaru, nëse ka qenë, unë e pranoj si veteran të ushtrisë të Rusës, nëse ka qenë, thotë se kom pas komandant Benzodem Jasharin, apo kom pas komandant Remin, apo kom pas komandant Samir Shtokin, apo këndo, thotë, apo një komandant një kompanije, se Albini ka jetu dhe ka vepru në Prishtinë. Ai ka zona më afër Dina ka qenë Gollaki, që ka mund me hyrë në Gollak, në pjesë UÇK-s me qenë apo në Llapt, ka mund që. Unë s'jam të kontestu punën Albini si student, si sekretari i Unionit Studentëve, s'jam të kontestu punën e tina, s'jam të kontestu veprimtarinë e tina që një djalë i ri në atë kohë që ka jep kontributin me protestat e vitit 97 më zgabofsha, nëse që mi gabu. Po këto e kontestoj, përdej so s'kem fakte, s'kem argumente, edhe unë nuk e kam në organizatë të taramitutë Albini Sjantare.